Aktualisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i angazhuar në përmbylljen e procesit të zgjedhjeve lokale dhe përgatitjet për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Ashtu siç e kemi thënë çdo herë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbetet i përkushtuar për të përmbushur detyrimet e veta kushtetuese dhe ligjore në çdo moment kur një proces zgjedhor shpallet në mënyrë zyrtare. Organizimi një procesi të ri zgjedhor brenda një periudhe të shkurtër sigurisht që përbën sfidë për KQZ-n dhe stafin e saj, veçanërisht për faktin se jemi ende në fazën aktive të administrimit të zgjedhjeve lokale. Por KQZ si gjithmonë do të veprojë në përputhje me mandatin e saj ligjor dhe do të ndërmarrë të gjitha veprimet të nevojshme nëse vendoset për mbajtjen e zgjedhjeve të reja.